Bashkia Has është e angazhuar maksimalisht për t'u përgjigjur të gjitha situatave emergjente, përfshi ato të shkaktuar nga rreshtet e dendur të ditëve të fundit, të cilat kanë krijuar problematika të shumta në territor. Aktualisht po punohet në të gjitha akset rrugore në mirëmbajtjen e Bashkisë Has për pastrimin dhe kriposjen e tyre me qëllim garantimin e një qarkullimi sa më të sigurt për qytetarët. Sipas Komisionit të Emergjencave Civile, si pasojë e rreshjeve të shiut në ditët e fundit në Has, janë konstatuar dëmtime të konsiderueshme. Pothuajse 90% e rrugëve rurale dhe urave kanë pësuar dëmtime. 90% e kanaleve vadice janë dëmtuar 5 diga të rezervuarve, janë evidentuar dëme në disa banese si pasojë e rrëshqitjes së dheut. Ka patur dëmtime edhe në disa toka bujqësore. Situata është menaxhuar në mënyrë të drejtpërdrejtë nga Bashkia e Has në bashkëpunim me Drejtorinë e Mbrojtjes së Civile. Aktualisht nuk ka probleme apo rrezikshmëri si pasojë e kushteve të motit, ndërsa strukturat përkatëse vijojnë të jenë në gatishmëri për çdo situatë të mundshme të krijuar nga kushtet atmosferike më të fundit me rreshje bore, por edhe me ulje temperaturash.